jam e lidhur me arenën, besoj, apo jo, më dëgjoni? Po. Okej, Ester, si përfundim, a hoqë ndonjë nga artikujt në Plevic? Ja, ta them unë tani. Si fillim, në momenti që kam thënë di unë çfarë bëj me buxhetin, kam qenë duke qeshur me anë dueli me Frederikun, sepse çdo kush këtu e dim që unë, po askush nuk mund bëj asgjë me buxhetin, po duhet ta bëjmë gjithë bashkë dhe unë po qeshja dhe aty në klip. Gjithsesi, Erandi filloi duke acaruar pa lidhje, jetë aratare se ç'a thoshte, nuk e di domethënë. Edhe të nesërmen pasaj, kur u bë buxheti, zgjodha një 2 fermer, po nuk donin të merrnin pjesë. Përfundova duke bërë vetë buxhetin me Erdian Dueli dhe Andrea, për respekt, a kupton, se ç'a të bënin, sepse Randi kishte zgjedhur vetëm të ulëriste, se donte të merrte listën, po duke ulëritur, nuk e merr dot listën atë lloj mënyre. Momenti që po thoshe më pak listën, ja dhash dhe nuk e di pse dhe për ç'a, me një ton zëri që nuk e di domethënë, po për mua ishte shumë e shpifur nga Randi. Edhe Esteri dua t'i them Big Mamës që nuk bëj sikur jam ndonjë efort, se nuk po bëj, jam unë më e mira këtu e nuk ka tjetër, po thjesht ishin momente acarimi dhe kaq, nuk e di ku e pak Big Mama sikur po bëj unë që është vetëm, jam vetëm unë këtu dhe askush tjetër. E mirë, bravo më qoftë pra. Una që shofa të thëmë edhe kom drejten e plota the. Në rregull. Buxheti Luana mendoj u nda shumë mirë, po këta gjithë bëjnë sikur nuk duan ato cigaret, po gjithë në fund ditës shkallojnë dhe gjithë në fund ditës i duan me patjetër ato, kështu që mendova që ta merrnin gjithë nga një, që t'ishin të qetë me pak fjalë, se kemi vënë re që gjithë acarohen kur nuk i kanë, dhe mendova pastaj që këto të ndahen pjesa tjetër të ndahet në miell, në krip, në sod, në maja. Ester, komunikimi ose debati me Erandin, a ishte përkatësisht vetëm për buxhetin, apo ishin natë të grumbulluara edhe më përpara? Unë nuk e di sinqerisht se ç'a pati Erandi, po për mua tonaliteti i zërit që Erandi përdori aty me mua, sinqerisht nuk dua ta egzagjeroj, as nuk dua të bëj ndonjë viktimën tash, apo ku ta di unë, po për mua ishte shumë e shpifur, se nuk e duroj dot. Erand? Nuk kam që them fare. Përderisa se ka kuptu, nuk mund ta kuptoj tash me 2 fjalë, taj kohë edhe ty atje dhe ti marr kohë dhe teleshikuesve nga gjëja tjetër. Ka loke tjetra, nuk e kupton. Nuk kuptoj çfarë more Erand, që ti bërte dhe ulëret me të madhe? Nuk e kupton atë që të them unë. Unë të kërkova listën, po dhe ta dash, pse do t'ulërisje dhe ti thoshe Esteri, ti nuk je askushit, ti nuk je asgjë. Dhe të thash ti nuk je askushit, më bërtasësh mu. I thash ati... Mu të bërtit aty? Po, ti bërtit, po shife pra. Ua, seriozisht e ke? Shife. Unë nuk të kam bërtitur në asnjë lloj momenti. Ngritja e zërit që është aty është fill, mbasi është pasoja asaj që bëre ti. Sepse ke ulëritur me të madhe, pa të bërë asnjë lloj gjëje. Se ti ke gjërat të tua të grumbulluara me Esterin, nuk mund të më bërtasësh në asnjë lloj mënyre mua. Jam shumë i madh me u marr me ty për gjërat vogla. Po, jam mosh, kam mosh shumë të madhe se ty, që të merrem për gjërat vogla me ty. Dhe ti më thua mua në fund të ditës, bravo më qoftë që po të bërtas. Tu e faleminderit që po të bërtas. Po, sepse ashtu mendoj. E kupton? Mendoj që koha që unë t'jap ty, duket qortu. Jo koha. Edhe mënyra se si ti më fletë mua. Që po të bërtas. Dakor, më pyte. Erand, për të njëjtën pyetje që i bëra Esterit, a janë këto inate në thonjë sa... Më pyete mua, pu përgjigjet Esteri. Mirë më falë, vazhdo. E kupton, nuk mund të... Erand, në cilin moment të pyet aty dhe u përgjigje Esterin, falë se unë këtu me ju jam të pyeta, më the nuk kam asgjë për të thënë. Marove me Esterin dhe pyete mu. Dhe u fut Esteri. Jo, më the nuk kam asgjë për të thënë. Po. U fut Esteri pra po, diskutuat me njëri tjetrin. Tani, po të them, po të pyes. Inatët janë të grumbulluara më përpara, apo ishte vërtet problem për ty ndarja e buxhetit? Jo, ishte vërtet problem. Okej. Sepse e kam thënë që në fillim, sa u ullëm, 10% as i lek mos shkoj për cigare, nga lekt e gjithve, në qofë se e dëgjove. Dhe këtu s'kishte as i gjonë lidhje me Esterin, as i gjonë lidhje me as kërkënd. Dhe aty ajo u bë shkaku që hamëm. Kërkova një shampo trupi, e kupton, dhe... E kemi bioskalinin e ke aty në tualet. Jo, se kemi, e shampo koke. Kur të dalim do të tregoj unë se ku është. Ja shampo koke. Okej, ka dhe trupi. Nuk e di. Pa merak, se kur të dalim do të ta tregoj unë. Përse nuk e thatë juve
Se nuk e kisha parë, në momentin që e pash, Nuk e kishe parë, thash tani. dakord. Do Se të nuk ta kisha thotë, thënë. por në princip ju thatë që duhet kjo. E kupton? Dhe kur ti më heq të drejtën mua, unë nuk të shoh ty, a je duke qesh, a je duke dhe shumë gabim, në qoftë se e ndjen që tjetri e ka seriozisht dhe ti qesh mrapa krave dhe tallesh. Tani ti do ta kthesh në këtë Jo, lloj kjo është, a the, mënyre, mund isha ta duke kthesh atë qesh. duash ti. Okej, dua të vazhdoj pak tash. me diskutimin, duke ju Luana. kërkuar që të keni pak kujdes me mënyrën se si i drejtojnë njëri tjetrit. Sërish. Mund të them dhe diçka? Ndërkohë, Luana, po Ester. dua t'i them Erandit dhe diçka që Erandi më thot mua, më thuaj faleminderit që po të bërtas, ndërkohë që kur nuk e mbaj mend kush ka folur me Andrea dhe Andueli, kanë folur me Elinarën me tone pak më të larta, ka qenë ai që u lëriti me të madhe dhe tha kujdesni se është femër e kështu, kurse Esteri në këtë rast nuk qen kam femër Dhe në sepse unë këtë do të rast- ty faleminderit. Ester, të pash edhe në klip që u shprehe pikërisht për këtë gjë, duke ju referuar dhe Elenarës si e dashura. Jo, një Absolute, sekond. mund të- Ka mund një të flas, ndryshim Luana? midis Esterit si e shoh unë, e kupton, E që sa ta shoh mbaroj, si Erandi. gocën time, dhe ka një ndryshim midis atyre që janë Andueli që është gati fëmia i Elinarës. E kupton? Domethënë këta nuk e kuptojnë këtë lloj raporti. Elinara? Edhe duket se Luana, ç'a them? e para punës njerë, dua t'i them Esterit që unë nuk jam e dashura e Erandit, nuk kam bërë në një deklarat të Nuk e tillë kisha e këtu. dashura. Nuk e di unë atë që dëgjova atë mirë. po flas, të lutem po flas me Luanën. Po. Jemi miq shumë të mirë dhe sa jemi njohur këtu dhe kemi një miqësi të mirë, kjo nuk do të thotë që unë u shpalla e dashura tani këtu, po nejse. E dyta punës, dua të sqaroj që kjo gjë domethënë është si të thuash kalova lumin, s'po e them fjalën tjetër. Dhe për më tepër, të gjitha ato që u pa në klip, besoj që në për buxhetin na takon të gjithëve të vendosim. Po kush të tha ty mos vendos? Dhies gjeposur i thonë, do me thonë ne s'kishim buxhet dhe pishtin për pjetë. Kështu ishte punë e cigares Ku në ishte këtë rast. bishte për pjetë? Kështu ishte punë e cigares në këtë Nuk e rast. marrë vesh të çapo Dhe fletë ndërkohë Elinara që tashi. Nuk të jep të drejta të qenurit kryefermer, që to vendosh fermerët e tjerë që atë e di unë, ndërkohë që buxheti vendoset për të gjithë ne që jemi këtu. Flet kot me kush të tha ty atë e di Ti e unë. the, Jo dhe në nuk të lojë, thash. edhe ke Jo, klipi. ai momenti që doli. Atë e di Po unë ti dhe ma do thësh nga vendos klipi unë. 1 minutë, Kështu që kur të ajo që duket kam shumë, thënë ishte ke vetëm për gatruar Erandin kur rolin po e kryefermerit me një lloj Që më tha je kapataliku humba të ka meno hyrë je te koka mbi aratares feste. dinte ça thoshte. Esteri Pa ti ka hyrë lidhje. kur koka mbi feste. Jo, nuk më ka hyrë kur konkret. fare koka se shumë Po, po. dregu. Pse nuk e thon tjerë të, po e Po, thua po, vetëm po. ti tani? Ose Po, pse si, nuk ma si, the si se djegtë? themi të tërë. Pse nuk Këtë ma kemi the djegtë? parë. Jepi dikujt një çik pushtet të shfaqi talentin e vet në rastin tënd. Ke skaluar në shumë në këtë drejtim. Nuk e qenë e zonja ka bërë shto për këtë gjë. Kryefermere. S'ke qenë e zonja. Po mirë. Më vjen shumë Nuk keq. jam e zonja. Pyti të gjithë, edhe ta thonë me Okej, dua të kaloj pak tek është e vërtet edhe ky një tjetër konstatim, debat apo jo? që ishte ndërmjet Big Mamës dhe Andreas.